Aerodom nuk ka të bëj me mbrojtjen balistike. Iron Dome është shkalla e tretë e mbrojtjes izraelite, pra se ka 3 shkallë, Iron Dome, Sting dhe Arrow, që janë ata. David Arrow. David Arrow. Dhe Iron Dome është e bërë vetëm për raketat me projektiljet, me rrezet të shkurtër veprimi dhe të ngadalta me trajektore të parapërcaktuar, siç janë Katyushkat, siç janë raketat ATGM, që lëshoshin vetëm për këtë punësh. Iron Dome nuk funksionon për raketat balistike dhe nuk është për të. Pra nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë për raketat balistike. Kurse 2 të tjerat që janë, pra David Sling edhe Arrow 3 që kanë ata, kanë kapacitetet të kapin raketa balistike të vjetra, jo raketa balistike me koka të lëvizshme, pra MRLS, por raketa balistike të vjetra të para 70 viteve, të para 50 viteve, dhe sasia që ato mund të kapin është vetëm 30% e atyre që lëshohen. Pra në rast se lëshon 100 ato kapin 30, 70 nuk i kapin dot, sepse e tillë është, sepse për një raketë balistike duhet të lëshojë 2 raketa tjera balistike. Dhe kapaciteti i tyre është shumë, kushton shumë dhe janë shumë të pakta në Izrael këto lloj raketash. E treta, ky lloj sistemi që ka Izraeli, pra që e ka marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që e ka gjithë natën, është një relike e luftës së ftohtë. Janë 60 vjeçare, 50 vjeçare. Nuk kanë kapacitetet të përballen me raketa të reja të cilave kur hynë në atmosferën e tokës, pasi raketat balistike vinë nga atmosfera, dhe pasi hynë në atmosferën e tokës, ato ndryshojnë trajektore. Këto nuk e kanë të kapacitet të kapin raketat që ndryshojnë trajektore, pasi koka shkëputet nga trupi dhe koka lëviz në mënyrë të pakontrolluar, pra e kontrollon ai që e lëshon. Dhe nuk janë bërë këto përparime, dhe këto treguan të gjitha këto lloj sisteme, me përjashtim të sistemit THAAD, pra edhe sistemi THAAD që është sistemi i fundit amerikan, edhe ai dështoi, dhe të gjitha këto sisteme që ka Izraeli janë përdorur në Ukrainë për 3 vite gjysmë kemi parë që nuk kanë mundur të ndalojnë as edhe një gjë, pra të gjitha llojet e sistemeve raketore, plus që Irani ka lëshuar 3 lloj raketash, pa raketa balistike normale që janë 30 vjeçare, se ato i ka më të vjetra 30 vjeçare dhe 20 vjeçare, por që i ka modernizuar me koka të lëvizshme, pra që quhen MLRS, me kokat manovrueshme që quhen, ka lëshuar raketa supersonike dhe raketa hipersonike. Pra të 3, raketat hipersonike sot për sot, asnjë vend i botës nuk ka kapacitet të ndalojë, pra janë jashtë çdo lloj koncepti të ndalimit të raketës hipersonike. Edhe raketat supersonike nuk janë për këtë radar.